Mirë, shojmë pak çfarë po ndodh në Tiranë. Kam kolegen Sara Demushi në lidhje të drejtë për drejtë. Sara, përshëndetje. Në çfarë zone je, çfarë po ndodh atje, cilat janë informacionet që ke? Ndodhem tek shkolla 1 Maj, e njohur ndryshe si KZZ-ja numër 31, ku në fakt procesi është ndërprerë gjatë mbrëmjes së shkuar rreth orës 4 të mëngjesit në fakt Esmeralda. Shkak është bërë pikërisht hyrja e disa personave të paautorizuar në pjesën në cilën ishte duke u kryer edhe numrimi. Kanë qenë vëzhguesit të cilët kanë ngritur këtë shqetësim, duke kërkuar që kryetari i komisionit të ndërpriste në këtë KZZ edhe procesin e numrimit, gjë e cila më pas vëzhgime që është bërë, ka bërë që pikërisht të kishim ndërprerje të këtij procesi gjatë orës 4 të mëngjesit për të rikthyer në orën 10 ditën e sotme për të vijuar me procesin e numrimit. Ora aktualisht që ne flasim është 10:07 minuta dhe ende nuk ka nisur as mbledhja e vëzhguesve apo e numruesve para shkollës 1 Maj, por disa prej tyre, siç edhe jemi duke përcjellë në këto pamje të drejtë për drejta në këtë moment, janë paraqitur në ambientet e jashtme të shkollës, por duhet ende të kemi më shumë personat e tjerë që janë vëzhgues të subjekteve të ndryshme politike apo edhe numruesit të cilët marrin pjesë në këtë proces. Si duket, do kemi ende pritje për të vijuar edhe numrimin në këtë KZZ, të paktën deri në këtë momente ka pasur gjithashtu gjatë mbrëmjes së shkuar tensione, e cila ka zgjatur për disa minuta mes komisionerit dhe personat të cilët kanë qenë duke vëzhguar nga ana e subjekteve të ndryshme politike, siç e thash, sa i përket personave të paautorizuar, të cilët u bën shkak që të ndërpritej rreth orës 4 edhe procesi i numrimit. Tashmë jemi në pritje të nisjes kutive, bëhet fjalë për rreth 20 kuti të fundit, ku do të jemi në pritje të rezultatit dhe siç duket do jemi rreth mesditës së sotme, ku do të kemi edhe shpalljen e rezultatit nga KZZ-ja numër 31 në kryeqytet. Mirë, faleminderit Sara për këtë raportim.